Partia Demokratike e Kosovës ka mbajtur sonte një takim me gra dhe vajza të Gjakovës. Në këtë takim morën pjesë sekretarja e PDK-s Vlora Çitaku, kandidati për kryetar të komunës Ervin Shabani, kryetari i degës së PDK-s në Gjakov Hajdar Beqa, deputetja Ganimete Musliu, si dhe kryesuesja kuvendit komunal Arbni Shakuqi, si dhe kandidatit për kuvendin komunal. Ju i keni dhënë Kosovës profesor, artista, mjek, patriot, ju i keni dhënë Kosovës lider, ju i keni dhënë Partisë Demokratike të Kosovës një skuadër fantastike me të cilët mburremi ne sot, po me të cilët jam e bindur që nesër do të mburret tërë Gjakova. Këto kandidate janë të gatshme që bashkë me programin tim për arsim të angazhohen për digitalizimin e arsimit, për mësimin tërditur, për të rregulluar kështu problemin e klasave të kombinuara dhe numrit të vogël të nxënësve, duke bërë mësimin tërditur mbrenda mandatit 4 vjeçor në gjithë komunën e Gjakovës. Gjakova ka qenë në balë të intelektualizmit, ka qenë në balë të zhvillimit ekonomik, ka qenë në balë të punës, ka qenë në balë të aktivitete, po ka qenë edhe në balë të luftës së ushtrisë shqiptare të Kosovës. Zëri gruas gjakovare do të dëgjohet dhe do të përfaqësohet me dinjitet me pjesëmarrjen e në kuvendin komunal të këtyne grave, këtyne zonjave. Jam këtu për m'ju motivu, jam këtu për m'ju mbështet, jam këtu me nda me ju që si historie që Partia Demokratike i jep hapësirë dhe mundësi grave. Ky tubim u mbyll me mesazhin për fuqizimin e rolit të grave në jetën politike dhe shoqërore.